Është dhe rand, sa shpejt kaloi java e rand. Nuk kuptohet fare. Ja. Për 7 ditë kalon java, ore. Java kalon po ai shpejt sa dhe vjen fundjava. Pra. Është e ditshme. Është shumë e kanë shpejt, nga që njerëzit mezi presin fundjavën. Atëre. Jemi gati. Gati, gjithmonë gati. Gjithmonë gati. Atëre. Kemi thënë që ne kemi. Do fillojmë me të ngasmojmë pyetjet? Po. Ta lidhim shkencën, ta bëjmë shkencën më njerëzore, në kuptimin më të aksesueshme, por edhe më në përket humorit. Dhe botën normale pak më të vështirë. Atëre, unë përfilloj me një nga ato pyetjet. Janë pyetje që s'dishin përcaktosh, për shembull. Janë pyetje çuditshme, pyetje allasoj. Ë? Po janë sakta. Nëse ta marrim kështu, nëse do fejoheshin Urani me Saturnin, ç'do bënin? Ja, kjo është pyetja e parë. Si normalisht duhet të ndodhë. Normalisht do ishte që qofse do fejohesh Urani me Afroditën. Po ne jetojmë kohë të tjera, kështu që edhe kjo mund të ndodhë. Po jo. Po planetet nuk kanë gjini, kështu që jemi në rregull. Në rregull. Ata kanë të emra, po kanë emra njerëz, kanë emra perëndishme fjalë, domethënë një farë mënyrë kanë. Në farë mënyrë po, na ngatrojnë po. Megjithatë, atëre, ndërsa për pyetje me alternativa, kjo prit ti bëjmë një nga një më mirë pyetjet? Okej, një ngatrohen dhe njerëzit pastaj. Po, okej. Çfarë ka ndodhur në Uranin, thot dikush që ka rrotullim vertikal? Urani në fillimin e tij fare, kur ka qenë thjesht një sërrime, një gur i vogël, në momentin kur sistemi diellor ka qenë një re pluri, ai gur i vogël është përplasur me një guric tjetër të vogël, për shkak të lëvizjes, për shkak të gravitetit, dhe ka marrë një moment rrotullimin. Varet nga drejtimi i përplasjes dhe momenti i sotëm. Gjeneroi një Uranit. I mblodhi gjithë ato grimcat. Po, dhe përplasin mblodhi, avash i mblodhi, por rrotulimi i parë, kur ka qenë guri më i madh midis plurit, ai ka vendos drejtimin kryesor. Ai gur bashkë me gurin tjetër, të cilët u përplasën. Dhe rrotullimi që ka shkatuar mbrapa, ai ka vendos. Ai guri tjetër. Ai guri ka qenë një gur më i vogël se ky, normalisht, ndoshta, se ashtu do të jetë, me logjik, dhe ka ndodhur ajo përplasja e vogël. Tash mu lindi ide për një pyetje tjetër. Po. Megjithatë, pra, të ngelim ke Urani. Pa mundur thot të fejohen Saturni me Uranin sepse lali erin e kemi në burg. Atëre, ne them po e marrim kështu për domethënë kuptimin kështu. Për absurditet, më thënë. Po, po. Urani dhe Saturni, planetët nuk kanë pasaportë shqiptare, kështu që jemi në rregull. Sikur Urani me thot njëri. Si thot? Me trashëgime. Me trashëgime, pra. Në qoftë se Saturn me Uranin do të vendosin të fejoheshin. Ç'do bënin? Partohesh te dielli me planetet e tjera. Jo. Është. Nuk është kaq e thjeshtë, por është më thjeshtë se kaq. Ky është i problemi domethënë. Pra kjo është çështja. Ju duket shumë e thjeshtë, por nuk është aq e thjeshtë, se është më thjeshtë se aq. Njeriu gjithmonë dhe mendja gjithmonë tenton të gjejë gjithmonë më të vështira, sepse kështu është mësuar gjithmonë gjatë gjithë evolucionit. Po tash duhet të kthehemi mbrapsht dhe të stërvisim mendjen në drejtim tjetër. Të stërvisim mendjen të punojë më thjesht, gjithmonë më thjesht. Normale. Atëre. Pra, ajo krimca e u vogël që na u bë Saturn apo jo? Po, të gjithë me shuvanis, me thërrime të vogla. Dielli është kryeplaku i fshatit thot. Kryeplaku dielli, edhe i bekon dielli. Po ç'do të bënin Saturn me Uranin. Pse nuk them Saturni me Afroditën, që do ishte normale? Po them mungon diçka. Ka diçka aty që e bën më interesante këtë. E prish.
Mund të ishte Saturni me Jupiterin, po unë them Saturn me Uranin, nga që është tepër i madh ai. Me Marsin të luanin dominata. Problemi është qa fëmijë do lindnin. Kjo më ngacmon për një pyetje tjetër. Po e lejmë pak për vonë. Mungojnë unazat, thot shpëtimi. Si? Mungojnë unazat. Kush e thot? Shpëtimi. Shpëtimi na shpëton nga kjo pyetje. Gati të shpëtove, po. Atëherë, pyetja është shumë koncize. Pra, nëse Urani me Saturnin do vendosnin të fejoshin, ç'do bënin? Ne gjithmonë planetet i krahasoj me kulturat e popullit. Do shkojnë të shkesi? Po shkesi mund t'jetë Jupiteri, për shembull, ose Neptunia. Nuk ka problem, po. Ato dy do bënin. Atëherë, unë them, gjatë kohës që se janë pyetje që ngacmojnë shumë, dhe normalisht do shkëmbenin unazat, e gjetën më duket. Bravo, do shkëmbenin unazat. Kush e gjeti? Kush e gjeti këtë? I pari e ka gjetur Metal Gear. Do ndronë. Okej. Bravo Metal. Do mbajmë emrin shënim Metal Gear dhe për çdo gjetje pyetje ka pik plus dhe nëse arrihet kuota e pikëve që do vendoset, do merret normalisht një shpërblim pastaj më. Po Alma thotë gjeta unë e para se thash do martoheshin. Do të thënë, do bën aktin që bën pra. Unaza. Unaza ka Saturni dhe sa Urani. Praktikisht kanë pafund unaza, nuk kanë shumë shirita të hollë. Sa më shumë zbulon unaza, që më shumë dalin. Po, normalisht Saturni ka 3 unaza kryesore. Pas kanë qenë dhe të tjerë që kanë thënë e gjeta unë, tani unë tërhiqem. Shpëtimi e dha atë. Shpëtimi e dha idenë. Shpëtimin e parë. Shpëtimi shpëtoi shumë. Po, i shpëtoi direkt, por që normalisht Nobli merret nga ai që e ka teorinë plotës, si bëj tash. Po mirë, Saturnit ja shikojmë unazat. Po Neptunit pse s'ja shikojmë dot? Nuk e shikojmë se i ka shumë të errta. Po. Urani, domethënë Jupiteri, Saturn, Uran, Neptun, të 4 këto kanë unaza. Por vetëm Saturni i shihen se ka shumë dhe i ka kryesisht prej akullit, që shkëlqej shumë. Këta mund të fejojnë. Këta mund të fejojnë. Kia pyetjen thot, po ju dash mundësinë këtyre të tjerëve ta gjeni. Bravo. Normalisht për këto persona tani janë në nivel tjetër pastaj. Një pyetje me alternativë, si thot regjia. Regjia? Po, patjetër. Atëherë, nëse është pyetja. Një pyetje me oazin. Ta gjej tani sa. Atëherë. Oazi. Këtë mund ta gjej unë më shpejt. Atëherë. Pyetja e oazit. Kush ndalon të pushon në një oaz të Afrikës së Veriut? Çfarë mund të gjej duke pushuar atje? A. Berber, B. Rrobaqepës, C. Këpucar dhe D. Zdruksar. Pra çfarë profesionistësh mund të gjej atje duke pushuar? E çuditshme si thua ti? Kjo është domethënë kush ndalon për të pushuar në një oazë të Afrikës së Veriut? Çfarë mund të gjej duke pushuar atje? Mund të gjej berber, rrobaqepës, këpucar apo zdruksar? Mund të edhe likëtisë. Kjo është pyetje që mua më pëlqeu shumë, domethënë. As nuk i edhe as afër, jo, por megjithatë mua kur më mora vesh, më pëlqeu. E kemi thënë e bukur e kësaj është se dikush jep një variant, po ai varianti që mund të duket gabim, por ai varianti mund të ndihmojë dikë tjetër, pra mund ta asociojmë diçka tjetër që opa, ti kujtohet. Po duhet dhe pseja, duhet dhe pse. Pse është zdruktari për shembull atë? Pse s'është mund të. Por ama ose 4 profesione, pra.
Kush ndalon pushimin e tij? Në një rast të Afrikës Veriore, çfarë mund të gjej duke pushuar atje? Ta them se ti për shembull, mos e unë, duke do shkojnë në oazë pushojmë. Do gjej atje për shembull çfarë? Do gjej Unë do gjej pucar apo zrugtar? Tani po, unë do gjej një shit të suj. Zrugtar sa thon disa të tjerë berber. Çfarë është zrugtari thot Metali? Parangoz. Bezdruks. Po, normalisht duhet pse se e thot ti për shembull zrugtar, po pse zrugtar? Pikërisht, kjo lloj pyetje kërkon edhe argumentim pse. Kërkon se 4 janë, do gjendet edhe apo. 4 mundësi, pra njëra nga këto 4 është, atëherë duhet pse? Po pse? Tari thot sepse aty ka pemë, thot njëri. Pucari se aty ka pemë? Ka pemë, vetëm. Edhe? Sepse aty ka pemë. Jo, unë them jo. Unë them jo. Normalisht është ideja këtu që nëse kemi 200 oaze. Po. Sa është më e mundur të gjesh cilin person, se mund ta gjesh edhe një zrugtar. Po është vetëm një rast i veçantë. Ai shiko, mund të jetë në mas. Thot diku tjetër, fisi berber ndodhet në Afrikën e Veriut. Bravo, berber, pra berber. Këtë thot GL. GL-ja, më e shënim, regjia më e shënim. GL. Atëherë berber, pra se berber ndacakët. Nuk mban njeri kut. Të Afrikës Veriut. Kut nuk mban njeri po. Pa shapa kështu çuditshme po. Normale. Tani, unë kam një pyetje tjetër. Një tjetër që lidhet prapë, se duhet futur prapë kozmos, në hapësirë. Po, vjen ti me mua. Unë aty jam, në hapësirë jam. Syt nga toka po. Atëherë, dëgjojmë me kujdes, pra. Pasi ta zem për imagjinat me fjalë, ta zem sepse në fakt Elon Musk e ka situash e ka premtuar në një farë mënyrë që së shpejti do të çojë njerëzit në Mars, apo jo? Po. Tani pse pasi ata arrin njerëzit, pasi arrin astronautët e Elon Musk në Mars, nuk mund të festojnë. Ose nuk i shikojnë të bëjnë fest. Pse? Pra, pse astronautët e parë që mund të zbresin në Mars, siç ka premtuar Elon Musk, nuk do festojnë. Nuk do festojnë. Që është shumë për të festuar, po ato prap. Normalisht mund të themi që gjithë festat i takojnë tokës. Mund të që të nëhën. Po ama, me që Elon Musk ka premtuar se së shpejti. Nuk dëgjohet muzika, thot njëri. Si thot? Sepse nuk dëgjohet muzika në Mars. Se kupto? Nuk dëgjohet muzika në Mars për shkak të mungesës së ajrit. Po, nuk dëgjohet. Jo. Mund të themi nëse është ajri më i rrallë dhe dëgjohet me shumë vështirësi. Po, ajo është. Shiko, ju i largoni shumë afër, pastaj ja afroni shumë larg. A dëgjohet zëri në Mars thot dikush? Dëgjohet, por është shumë e vështirë. Domethënë mund dëgjohet 1000 herë më pak se në tokë, sa të shka ajër më pak. Po nuk është, shiko, fesë mund ta bësh edhe pa kënduar më. Po. Edhe vetëm me lëvizje. Edhe s'ka nervat janë nisi nga zero. Atje s'ka vegla muzikore. Jo. E lidhe gjithë me muzikën, me Napoleonin. Thot sepse s'ka verë të bëjnë gëzuar. Jo, verën e marrë me vetë ata. Verë për gëzuar. S'ka korrent. Qa s'ka? Korrent. Kush sa ka korrentet me bateri atje, se më shkojnë atje. Me baterinë anjë kozmike. Atëherë, pra, imagjinoni, zbresin astronautët në Mars, mirë po nuk duke se festojnë. Po pse? Nuk shkon festa fare aty, edhe pse janë shumë të gëzuar në fakt, sepse nuk është ngjarje shumë e madhe. Pra, në mënyrë hipotetike. Sepse i duhet të presi 20 minuta. Lidhen me po le presin, e bëjnë festën pas me vonesë. Graviteti thot dikush për lëvizje? Salari. Salari që mungon, po sa gravitet? Të pengon pak. Të pengon.
Të punë e madhe. Graviteti është më i madh apo më i vogël se në tokë? Më i vogël. Më i vogël. Rreth 1/3, pak a shumë. Domethënë nëse 60 kile këtu në tokë aty 20 kile. 20 kile. Domethënë e shumëzon me 3, e peston me 8. Pak a shumë. Pak më shumë se 1/3, domethënë. Dhe pra, imagjinoni pak. Disa astronautë që zbresin për herë të parë në Mars, edhe nuk duket se festojnë, po pse? Një pyetje ka për zotin Kadri, thot njëri. Po. Ku ikin nevojat personale të astronautëve? Ikin Satelit. Janë të fokusuar të rreziku që mund të ndodhi dhe nuk u shkon mendja se çfarë që të festojnë. Po, si vetë mendja juve, se aty vete. Se nuk është kaq e thjeshtë, është më thjeshtë se kaq. Nuk kanë çfarë të festojnë. Se kuptova. Nuk kanë çfarë të festojnë, nuk është eveniment. Eveniment, sepse njeriu parë në Mars është, domethënë, çfarë është evenimenti më i madh. Nëse njeriu i parë do vër komunitin në Mars. Kanë shkuar në Mars, thot njëri. S'kan shkuar, po do shkojnë. Po pra ta se do shkojnë. Kanë shkuar. Domethënë, po pse? Pse? Ka një arsye që ata nuk festojnë, ose më mirë them nuk duket se festojnë. Se krijon në mënyrën hapësinore. Se krijon përshtypjen që festojnë, ata mund të festojnë, por ne se kuptojnë që festojnë. Pse? Se nuk e besojnë as vetë që kanë arritur atje. Pikërisht, pra, po pse? Nuk kanë spektator. Si? Nuk kanë spektator. Kanë gjithë botën spektator, po i ndjek gjithë bota. Gjithë tokë. Atëherë janë të veshur me shumë me imunitet. Nuk kanë lokale atje, nuk kanë emocion. Po pikërisht, po pse? Emocionet janë, po pse? Ne këtu i shikojmë. Ne i shikojmë edhe duket sikur s'po festojnë fare. Ata dhe mund të festojnë, po ne na duket se s'po festojnë. Pse? Sepse s'ka këngëtar atje. E lidhje me s'ka lidhje. Shiko, nuk është aq e thjeshtë. Ka orar të punës dhe nuk ju lejohet. Është shumë e thjeshtë, se aq. Imagjinoni në Mars. Sa milion kilometra është më? 200 sa milion. Është më i madh se toka apo më i vogël? Më i vogël Marsi. Më i vogël. Edhe Po ajri është atje. Si? Ajri. Ja, lërës. Nuk e kapen dorë për dorë në valle, se janë larg. Kërse në bërë. Forca! Janë të veshur me veshje astronautësh dhe nuk lëvizin dot. Jo. Janë të lodhur nga udhëtimi i gjatë. Edhe nga jo, po pse? Nga e kuptojmë ne përse më Ato mund bën fest, ë? Na thuaj të klasën, po. Ne nuk na duket se festojnë. Më ç'është ka festë themi ne. Nuk kërcejnë dot, po të humbin një vit në një ditë. Desh e thash vet. Na ata festojnë, por ne nuk i shohim dot. Jo, i shikojmë ne. Imagjinoj si do jetë në tokë, do jetë në gjithë sheshet të tokë do kenë me fjalë mega ekran të mëdhej me fjalë, duke parë këtë eveniment të jashtëzakonshëm. Janë vetëm dhe nuk kanë alegri, sepse nuk kanë njerëz të tjerë. Sa për që larguar ky? Jo, sa larg është afruar ky? Sepse nuk kanë atmosferë, thonë disa, por bravo! Nuk ka atmosferë. Nuk ka atmosferë, nuk ka atmosferë. E thonë disa. A ka atmosferë në Mars? Jo, atë s'ka. Nuk duket festa. Festa do atmosferë, apo jo? Bukur. Nuk i kanë të vetë, po njerë.
Kush ishte ky që gjeti që nuk ka atmosferë? Po, më treshi. Më treshi, nuk ka atmosferë mas. Atëherë duket. Okej, marrëni më treshin. Se festa do atmosferë, apo jo? Atmosferë. Do atmosferë. Pa atmosferë. Nuk themi që festa është atmosferë. Sa atmosferë ka Marsi? Rreth 1000 herë më pak. Nuk e gjithë. Është e pak. Normalisht nuk mund të thuaj që ka atmosferë. Ka llogaritme në fjalë. As hëna. Hëna s'ka fare, po. Do s'ka fare. Hëna ka 1 të 2 miliardë tonë tokës. Po. Ndërsa Marsi 1000 herë më pak. Domethënë shumë pak. Se janë planetet vegjël, janë trupa të vegjël qellorë që nuk e mbajnë dot gazin. Edhe toka nuk e mban dot heliumin e hidrogjenin. Fluturojnë. Atmosfera jo nuk ka hidrogjen dhe helium. Po, sepse fluturojnë. Normalisht gjithë heliumi që bëhet nga ballonët që fryjnë ballonët e fluturojnë është prodhuar në tokë. Nuk merret nga atmosfera. Si mund të bëhet i banueshëm Marsi thot? Dikush tjetër. Normalisht bëhet i banueshëm gjithmonë me terraforming, që është ai procesi i terraformimit, normalisht mund të fusim gaze, do bëjmë elemente kimike, reaksione kimike në Mars, nxjerrim atmosferën, bëjmë gurë të kthejmë në gaz, edhe normalisht të mbushim atmosferën të shtojmë atmosferën e Marsit, dhe më pas të shtojmë atmosferën normalisht me përqindjet e caktuara të gazeve që ka toka. Është një proces, mendohet që është, domethënë, natyrisht kërkon një kohë relativisht shumë të gjatë, më fjalë. Shumë gjatë, di pak qindra vite domethënë që bëhet kjo, do shumë. Po varet nga teknologjia, nuk është e thonë. Normalisht do kohë gjatë. Me ritme të jashtëzakonshme. Marsi 4 stin, thot dikush tjetër? Po, ka 4 stin, ka si toka, njësoj. Normalisht Marsi ka atë këndin e vet nëse një planet nuk është 90 gradë me planin e orbitës, ai ka stin. Nëse është 90 gradë absolut, nuk ka stin. Asnjë planet nuk mund të jetë 90 gradë absolut. Nuk mund ndodhi. Kështu që një kënd i vogël bën që të ketë stin. Varësi të këndit është dhe ndryshimi i stinëve pastaj marra. Po, normal. Sa orë zgjat dita? Dita në Mars është pak a shumë 24 orë, domethënë nuk e di sa, por është si toka. Po. Po, është toka. Por do më shumë shumë kohë që të rrollohet rreth ditës. Dielli në vitin në Mars është më i gjatë se në tokë. Më gjatë, po, normal. Sa më lart ti afrohesh diellit, aq më i gjatë bëhet viti. Se s'di por në Mars. Bor? Nuk ka ujë, nuk ka shumë pak ujë, avull ujë kështu. Shumë pak. Ne bëm të pyetën cili fenomen. Po. Ishte krejt se pa mundur. Po ama nga natyra. Po si mundur. Çfarë temperature mund të gjejmë në Mars? Temperaturat në Mars janë maksimumi 20 e pak gradë, dhe minimumi 100 gradë minus. Pra ka në pole. Ekstreme shumë diferente, shumë. Domethënë është si toka, po pak më i fortë. Ka temperatura 20 gradë, domethënë. Po ama natën ka shumë të ulta. Natën bin shumë poshtë. Por edhe toka ka rekorde minus 80 gradë në pole periudhë. Normal. Domethënë edhe në tokë shkon minus shumë. Mars shkon në 100 gradë. A ka ditë me diell në Mars njësoj si në tokë? Po, ka ditë me diell, sepse ka shumë pak atmosferë. Dhe kur ka pak atmosferë, dielli shkëlqen shumë. Por dielli është pak më larg se toka, kështu që kompensohet pak a shumë. Dhe rezultati është më ftohtë se në tokë. Pak, normalisht. Pak më ftohtë. A do jetonte zoti Katrin në Mars? Pyet dikush. Vetëm muaj në Mars. Po sa të Marsi vjen më afër me tokën. Tani, të bëjmë një pyetje tjetër ne nga këto? Patjetër. Tani, patjetër. Unë do të bëj një pyetje kështu. Keni parasysh një toreador që vishet me bolero? Do më kem parasysh veshën karakteristike të toreadorit. Po flokët, toreadorit, me çfarë do t'i ngrinte flokët? Një toreador. Keni parasysh toreadorin? Korrida. Po. Ole! Atëherë ky të kuqe thot. Jo, çfarë ngjyre, me çfarë do t'i ngrinte? Jo çfarë ngjyre. Ato ngrin flokët kështu.
që i bëjnë, po me çfarë do i ngri? Toreadori. Ja lëpin demi, tha. Atere, vriteni mendjen, se është më thjesht se kaq. Pra, toreadori, me çfarë do t'i ngri flokët? Që t'i mbaj përpjet kështu? Me llak flokësh. Jo. Me brirën e demit. Me limon, me mjaltë. Jo. Laktador, thot njëri. Me çfarë? Laktador. Jo. Atere, qiko, se nga përgjigjet e kësaj natyre, do t'i vej mendja. I ngrihen flokët përpjet kur i del demi përpara. Po pra, me çfarë i ngrin? Me brillantin. Me brillantin, moderne, me gjel. Me faun. Koha e 007. Atere, Erald, se s'po shikoj Erald. Jo, unë i thash disa shfarë, po nuk e gjeta. Atere, edhe gjërë tjetër, me çfarë duhet, themun. Se nuk është të thënë gjithashtu, ë? Po, që do t'i ngrinte, me çfarë do t'i ngrinte? Nuk është të thënë që t'jetë vërtet ashtu, po është pyetje që të atje. Pra, një toreador, me çfarë duhet t'i ngri flokët? Me djers. Me djers, jo. Me djers në ballit. Me erën e demit që vjen edhe i fryn flokët. Shiko, nja dy përgjigje kanë qenë janë larguar afër. Nja dy përgjigje janë larguar afër shumë. Me tornado. Me tornado ke bukur dhe kjo, por. Me krembull, me frik. Pra, toreadori. Atë e thash. Me çfarë duhet t'i ngri flokët? Me dorë. Jo. Me asgjë se ka kapele, thë. Me çfarë? Me asgjë se ka kapele. Jo, do t'i ngri flokët ai. Me Pra, penalin, me jarg, me Lika i kam shkruar. Ka marrë listë komplet, po. Atere, si mendoni? Me pështym. Jo. Nuk i ngrin sepse i rrin vetë flokët lartë. Jo, nuk me është kjo. Me klamur. Jo. Atere. Me kërë, me shpat, me elektricitet, me çfarë të pojë vetë. Qiko, dikush ka thënë një përgjigje që po të tregoj më i përqendruar po atje. Pomad ose gjel të fortë në aera. Po ta vrisë edhe gjik më shumë, pra një toreador normalisht i bie ti ngri flokët me është qeros. Jo. Nga frika. Më duket se erdhi momenti për ta mbyllur, më duket. Për sot. Po thonë shumë gjëra, po me montera. Me montera. Jo. Me adrenalin të pastër, me tharse flokësh. Jo. Me tharse i thanaj, por t'i ngrije. Me sallo deri. Me dorë, me ujë. Me qa ujë? Me gjak demi. Jo. Tham me ujë të bekuar. Me urin. Me oral. Erald. Më duket se thanë atë përgjigjen time, por me ujë. Do ta them edhe herë. Atëherë thuaj edhe një herë Erald. Kërkon kokën me dorë. Me çfarë? Me dorë. Po dakor, po me çfarë? Me tullumbat. Me brit. Po me brit e demit. Kujtova se e gjeti regjia. Jo. Me paineta. Atere, Erald, do e themi përgjigjen
Sepse erdhi momenti për ta mbytur, duke apo jo? Po, përgjigja është me, duhet thua ti? Me Torolak. Torolak. Me Torolak. Kryet bjetet. Apo jo, Torolak. Torolak. Po pyet e njerëzit, a është Kadrivo Coppola ky? Dora vetë, ai është. I vetmi, i famshmi Kadrivo Coppola. Çfarë është Torolak, thot njëra? Torolak. Po Toro është Demi, toreadori. Laku, Torolak. Atere. Erald, u mendoj se ti thua. Po, e mbyllim për sot. Atere. Erdhi ora. Duke ju urojë. Po. Pak të lëvizën njerëzit që menden, aktivizuar pak njerëzit, normalisht për pushim njeriu vjen edhe bin gjuhë, po ti përgatisin për ditën e hënë. Aktivizojmë pak. Duhem takim për radhës tjetër, po për javës tjetër. Radhën tjetër se nuk i di kur do bëhet, por domethënë radhën tjetër. Dera tjetër? Dera tjetër? Mirë takosh. Mirë takosh.